Keni rrahje të shpejta të zemrës, ja disa truke për ta normalizuar. Rritja e papritur e shqetësimeve të shpeshtësimit të rrahjeve të zemrës mund të duket e rrezikshme dhe të tremata që vuajnë prej saj, por në realitet është një ngjarje që mund të ndodhë edhe pa u lidhur me ndonjë patologji. Një përpjekje e veçantë fizike dhe një frikë e madhe mund të jetë shkaku i rritjes së papritur të rrahjeve të zemrës, por për të sjellë gjithçka në normalitet mund të bëheni edhe pa barnat e zakonshme. Vetëm disa truke të thjeshta. Së pari, mund të ulni sërish frekuencën duke zhytur fytyrën në ujë të ftohtë dhe më mira nëse është me akull. Temperaturat e ulta rregullojnë rrahjet e zemrës, për sa kohë ato nuk kanë dalë jashtë kontrollit. Një mënyrë natyrale është teknika e frymëmarrjes. Merrni frymë thellë dhe nxjerrini ngadalë dhe ndihmon për të stabilizuar frekuencën dhe për të qetësuar trupin nga tronditjet e papritura. Si një teknikë e fundit është të mbani frymën duke mbajtur si gojën dhe kanalin e hundës të bllokuar, pak a shumë sikur keni bllokuar edhe veshët. Kjo manovër e quajtur manovra e Valsalva përcakton një refleks të vogël për të normalizuar rrahjen.